Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë drejt për drejt në Ora News në këtë takim të parë të kësaj jave. Në ora juaj është hënë data 19 maj, nisë emisionin Ora Juaj si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 dhe për ditën e sotme, ku do të qëndrojmë së bashku si zakonisht në këto 2 orë të para të mëngjesit, fillimisht duke u njohur dhe përcjell me lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Mos u largoni, kthehemi shpejt me lajmet nga vendi në oranews.tv. I fundit i xhapjave, saga e atentateve të Elbasanit. Media amerikane vizitoni qytetin e gurë të Shqipërisë, i njohur për arkitekturën unike dhe kuzhinën e shijshme. Vlora çel sezoni turistik, qytetarë të shumt në aktivitetet organizuara nga bashkia. Rama ndan pamje nga çelja e sezonit turistik pushime si në Vlorë. Incidenti me deputetët e PD-s, gazetarja Demushi nuk doja të nxisja hetim gabimet ndodhin. Kancelari gjerman Merz do të verifikojë modelin italian të azilit me Shqipërinë. E rënë në Vjerë shembet muri rrethuese dhe zë poshtë 4 vjeçaren e mitur ndron jetë. Punëtori humbi jetën në Kantir, prokuroria ndërgoi gjyq funksionar DMT-s dhe ndërtuesin. Azgjësojnë 625 bim kanabisin i qarkun e Shkodrës, vihen në hetim 3 persona. Familja në kohë sfidash, psikologja Ruçi, vlerat e familjes të mbrohen me fanatizëm. Shkodër 16 vjeçari me motor përplas të moshuarin me bicikletë, plagoset e rënd. Rau për vdekje një person në Greqi, prokuroria e Tiranës përfundon hetimet dhe dërgon në gjyq autorin. Unë bërë gjirin e Gramës, policia shpëton 2 turistët kanadezë. Policia zbardh ngjarjen te komuna e Parisit, 28 vjeçari u vet plagos, bashkë me të riun arrestohen edhe 2 të tjerë. Të shtona në kryeqytet plagoset 28 vjeçarit që ndodhi gjatë natës te komuna e Parisit. Krime zgjedhore, ish kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi sekuestrohet celulari me urdhër të SPAK-ut, kontrolle edhe në banesë. Ngjarja në Durrës, reagon policia shkak një konflikt për motive të dobta e gjendja shëndetësore 31 vjeçarit. Makinat deri nga rruga lëndohen babë e birë, një gjendje e tyre shëndetësore. Sherri i madh i Durrës plagoset 40 vjeçari, detajet e para. Aksident në Tiranë, makina i pret rrugën motorit, mbetet i lënduar një person. Washington Post, turistët amerikanë zgjedhin Shqipërinë midis vendeve europiane për pushimet verore. GKK kishte dënuar me 8 vjet burg, kapet në arrest 32 vjeçari nga Lazarati. Jamik i të biri, mashtronte qytetarë dhe u merrte shumë parash, arrestohet 64 vjeçari. Qendra e mbyllur, paralizohen akset rrugore të Tiranës, kaos trafiku në kryeqytet. Grushti socialist në KZAZ 30, lihet në burg vëzhguesi i kandidatit Partisë Socialiste që goditi komisioner. Arrestohen 2 të rinj në Tiranë, ja arsyeja. Ja si ajduti Elbasanit hipën mbi mure për të vjedhur dyqanin dhe më pas makinën. Zjarr në një varrezë automjetësh në Shkodër, digjen 3 makina dhe një zyrë pune. Shkodër u kapën duke kryer punime ndërtimi pa leje, procedohen 3 shtetas. Samiti zgjedhjet edhe Giro d'Italia, Proda falenderon efektivët e policisë së shtetit dhe qytetarët. Jo me lajme nga politika. Berisha takon sekretarin ekzekutiv të IDU-s, diskutuan për farsën elektorale të 11 majit. Zgjedhjet e 11 majit, Topalli në vitin 2025, ky rezultat turpëron edhe Putinin. Fushata online nuk u përkthye në vot. Celibashi rrezon opozitën, asnjë pretendim për tjetërsinë votën nuk ka ardhur në KQZ. Kutitë e Greqisë turpërojnë edhe bastionet socialiste. Partia Demokratike u manipuluan në mënyrë të frikshme.
votat e diasporës, Braçe më i votuari nga Partia Socialiste, Ali Mehmeti nga Partia Demokratike. Llogaritu bën gabim, PD humbi 9 mandate nga sistemi ku me propozuam ndarjen 4-1. Kuçana, PS-ja e dinte sa vota kishte në kufi, janë marrë leje ndërtimi e pamundur kundër mafjes. Votimet në Fier Balluku, mesazh diasporës që votoi Partinë Socialiste, 19.733 përqafime, nuk do t'ju zhgënjej. Humbja e PD-s, harxhi të shohim nga vetja, të hapim partinë dhe të vlerësojmë qendrestarët. Kreu i PD-s Ali Berisha takon presidentin e IDU-s, e njoha me farsën e fundit zgjedhore në Shqipëri. Nuk pranoi asnjë marifet, Meta refuzon të hyjë në parlament përmes dorëheqjes së deputetëve të Partisë së Lirisë. Misioni vazhdon. Tom Doshi falenderon 50.000 votuesit e PSD-s, pavarësisht të gjitha sfidave, ne ja dolëm. Kurorëzimi Papa Leo 14 Begaj takon Adin e Shenjtë, Shqipëria pret me padurim të vazhdojë marrëdhënien e ngrohtë me Vatikanin. Motra solli në Tiranë dokumentin final, marrëveshja për pensionet e Rama nga 1 qershori shqiptarët Italisë do të nisin të përfitojnë. Krimi zgjedhor, SPAK merr telefona në Elbasan, skaner një biznesi dhe kontrollohen disa banesa. Përfundon edhe numërimi i votave të diasporës për Kuksin, Isuf Çelaj rimerr mandatin e deputetit. Krime zgjedhore, policia njoftim zyrtar për kontrollin ndaj Elvis Roshit, ju gjetën fatura, kupona nafte dhe lista zgjedhësish. Nga pritja në shite darka me presidentin Macron, Rama publikon fotoalbumin Mikpritja shqiptare për Europën. Mbyllet numërimi i votave për qarkun e Tiranës, Xhaçka i merr mandatin Gjylametit për 2 vota. Ndodhi dhe kjo, fiken ekranet, ndërpritet numërimi i votave te Parku Olimpik. Nuk hyri dot në kuvend, Ali Mehmeti, ka ndodhur çuditëra, ja e vërteta e madhe e zgjedhjeve. Dështoi të bashkonte frontet opozitare Ferdinand Xhaferaj, ju them arsyet e humbjes së Sali Berishës. Procesi numërimit të votave të diasporës drejt përfundimit 14.000 fletende pa u hapur. Diaspora përmbys rezultatin në Kukës, Çelaj rifiton mandatin pas numërimit të 80% të votave. Shqipëria bëhet duhet merrte 6 mandate, lapaj të ndryshohet ligji elektoral. Çobani, samiti një vitrinë e mirë për Shqipërinë, u zhvillua në një klimë të tensionuar pas zgjedhore dhe me 2 luftra pranë Europës. Përfundon numërimi i votave të diasporës për Fierin, PS ruan mandatin e 12, ja ku shkon kuvend nga ky qark. Torta e dytë vjen nga socialistët, Xhekvaka surprizohet përsëri, demokrati se mos i keni hedhur hel. E Thermali që publikon numrat e votave, s'ka forcë që nda mposhtë, ne do t'ja dalim. Kalojmë te zhvillimet nga rajoni. Gjendet i pajet një 41 vjeçar shqiptar në Greqi, ja për çfarë dyshohet. Në Greqi, pas tërmeteve të përsëritura sot, shkollat në Evia nesër mbyllen. Tërmetet në Maqedoninë e Veriut ndihen në Ohër dhe në Strug. Kosova jashtë agjendës së Kijes, politologu, marrëveshja në Bruksel e Ohër, kushte jo formal. Armand Diplumb e targa false në banesë arrestohet në Greqi 32 vjeçari nga Saranda. Radio Europa Lir nga lavdrimi të dekorimi qasja e kishës serbe ndaj kriminalëve të luftës. Tërmeti fort godit Greqinë, ja sa ishte magnituda. Teras duhet të gjej mënyra që 5 vendet e Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën si shtet. Ish presidenti i Slovenisë Pahor në Public Square, BE duhet ta ndarësoj Ballkanin deri në vitin 2030. Weber, qeveria e gjermane, duhet të bëjë një kthes strategjike në dialogun Kosovë-Serbi. Dhe vendosje propozon të mblidhemi një herë në javë
Rrezik tensionesh etnike, BE kritikon aksionet në veri të Kosovës. Dy mizi nga kuvendi i Kosovës dështon përpjekja e 17 për konstituim. Dialogu Kosovë-Serbi, Makro udhërrëfyesi është i qartë, shpresoj që bisedimet të rinisi javën e ardhshme. Gjermania mbështet policinë ushtarake të FSK-s. Sulmohet me armë një automjet i blinduar në Greqi, shpëton shoferi në kërkim 2 persona me motor. Deutsche Welle, procesi i Berlinit dhe mbështetja për antarësimin në Bashkimin Evropian mbeten prioritetet i qarta. Reklama Adidas me dron mbi Akropolin, autoritetet pa disin kompaninë. Greqi harroi të shkelte frenat e dorës, kamioni përmbyset mbi makinën e parkuar. BE sërish e njashme, veprimet e autoriteteve të Kosovës në veri rrezikojnë rritjen e tensioneve. Presidenti Osmani takon kryeministrin e Maltës, në fokus bisedimet për forcimin e partneritetit midis dy vendeve. Policia e Kosovës merr në kontroll ndërtesën e shërbimit nacional për punësim serb në veri. Kurti takon ish kryeministrin grek, Papandreou, ja çfarë diskutuan. Vučić pretendon se nuk ka vonesa e as falsifikim për projektin e Kushnerit. Në Beograd, Vučić zgjedhjet e parakohshme mund të zhvillohen brenda një viti e gjysmë. Osmani takohet me Kaja Karas në Tiranë. Kosova është e gatshme për hapjen e radhës në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. New York Times, projekti i hotelit Trump Kushner në Serbi has një pengesë, falsifikimi dyshuar. Çfarë përfiton Kosova nga Kizmoha, pakti që lidhi me Shtetet e Bashkuara. Vučić në Tiranë do na sulmojnë për Rusin, por ka shpresë për zgjerimin. Ali Ahmedi, Shqipëria tashmë është ylli evropian. Vjosa Osmani, kritika BE-s nga Tirana, koha për veprime konkrete, i keni hapur derën atyre që shkojnë te Putini dhe bllokonin Kosovën. Procesi i Berlinit mbetet prioritet. Gjermania heq të dërguarin për Ballkanin, do merret ministria për kace. Lisu, fushat dinamike zgjedhore në Kosovë, por e njollosur nga retorika e ashpër dhe gjuha nxitëse. Antonio Costa i bën thirrje Shkupit të ndryshojë kushtetutën për të nisur negociatat me Bashkimin Evropian. Stopçe, Aleanca për shqiptarët duke qenë në pushtet, mori një hap të rëndësishëm që të veprojë në opozitë. Kapet me 940.000 euro shqiptari tentoi të kalonte kufirin nga mali i zi në Shqipëri. Osmani pas takimit me liderët diskutuan pasojat e luftës e Kosovës nga mos konstituimi i kuvendit. Përndoqi për disa muaj një 26 vjeçare bosnjake, arrestohet 37 vjeçari shqiptar në Kroaci, dhunoi edhe një të afërm të vajzës. As Osmani nuk zhvillon ngërçin politik për konstituimin e kuvendit, çfarë u diskutua në takimin e presidentes me liderët politik. Osmani kërkon heqjen e masave ndëshkuese. Costa, pas shtensionimit, mund të ecin përpara, duhet angazhim në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Investimi i Kushner në Beograd, analiza projekti pasigurt pas pranimit të fajësisë për falsifikim nga zyrtari serb. Në ndryshime për krime, luftën në komunën e Zvečanit, arrestohet një serb në Kosovë. Ngërçi politik në Kosovë, takim mes presidentes Osmani dhe liderëve politik, dështon përsëri konstituimi i kuvendit. Ndërkohë shohim zhvillimet nga bota. Papa Leo XIV, fëmijët, familjet dhe të moshuarit në Gaza po vuajnë nga uria.
Rubio Trump kërkon takim me Putinin sa më shpejt të jetë e mundur. Donald Trump reagon pasi Biden u diagnostikua me kancer. Danimarka i ndan Ukrainës një paketë ndihme ushtarake me vlerë mbi $600 milion. Katari kërkon bisedime për të zgjidhur tensionet në Libi. Netanyahu ekipi negociator në Doha por shqyrton mundësinë e përfundimit të luftës në Gaza. Turi Trump në gjirin persik ndryshon hartën diplomatike të lindjes së mesme. Ish-presidenti amerikan Joe Biden diagnostikohet me kancer. Mbi 20 viktima nga tornadot në Missouri dhe Kentucky, mijëra të tjerë mbeten pa energji. Inteligjenca ukrainase Rusia po bëhet gati të lëshojë raketë ndërkontinentale. BBC Izraeli nis operacionin e madh toksor në Gaza, ushtria urdhëron evakuimin e banorëve. Nga F-35 të HIMARS, Europa po blen armë si asnjëherë më parë. Netanyahu shpreh gatishmëri për marrëveshje që përfshin ndaljen e luftimeve në Gaza, por kërkon kushte. Zgjedhjet presidenciale në Poloni, një provë vendimtare për qeverinë pro-europiane të Tusk. Euro digjitale mund të hyjë në përdorim prej vitit 2026. Kryeministria Italisë ndërmjetëson bisedime mes Ursula von der Leyen dhe Vance. Zgjedhjet në Rumani, exit pollet e para, kandidati liberal i qendrës Nikos Urdan kryeson me 55% në 45% të Simons. Sulm në Gjermani, autori plagos 5 persona, por shikonin ndeshjen në një bar. Sanksione shkatërruese ndaj Rusisë. Presidenti i Finlandës paralajmëron Trumpit po i sose durimi me Putinin. Gjyqtarit anglez i sose durimi histori që e dëgjoj çdo javë, dënohen shqiptarët, ju kapën 900 ronj kanabis. Angli shkeli urdhrin e dëbimit, dënohet. Bosi i trafikut me pseudonimi Mjekra publikoi foto në TikTok pas kthimit në Londër. Protestë masive në Hag kundër luftës Gaza, 101 qytetari kërkojnë qeverisë holandeze të mbajë një qendrim më të ashpër ndaj Izraelit. Rusia ndalon një cisternë nafte që i përkiste një shteti antar të NATO-s, cilat janë 3 shtetet europiane ku sot po mbahen zgjedhje. Zelenski takohet me Vance dhe Rubio, kritikon kushtet e paqes së Rusisë. Ekspertët Putin po pengon bisedimet e paqes për të bërë përparime në fushë betejë. Mbi 100 vdekur në Gaza, intensifikohen sulmet izraelite në Khan Yunis. Kancelari i Gjermanisë, inaugurimi i papës së ri ishte një moment frymëzues. Të radhës së fundit, lajmet nga sporti. Ramadani shënon super gol portieri serb dhe jep fitore Lecces. PSG festoi titullin e 13 të kampionit në Ligën 1. Bayern fiton me poker, barazon Leverkuseni, Dortmundi siguron Champions. Olimpiko nderon Ranierin me një koreografi fantastike, tru romanista. Ignatia ka merituar troksit, doja që vllaznia të kishte marrë një humbje më dinjitoze, mos u bof më kjo formulë. Sora Ignatia ka merituar këtë kampionat. Ignatia meritonte titullin, Dani na kishte munguar shumë, kjo tifozeri e zjarrt. U krijua një hendek dashamirësie, Matraxhiu e Ignatia kampione në letër, kampione edhe në fushë. Mendoj se do kenë ndryshim formula, Zeka po të luanin 11.000 tifoz dilte Kina kampion bote. Ignatia kampione, Çelmeta e meritoi, niveli i lojës sigurisht në një stadium të Europës. La Liga tjetër, supergoli Yamal, por Barcelona pëson disfat në shtëpi. Mbappé e Bellingham i sjellin 3 pikët Realit.
Juventusi përgatit 40 milion euro për transferimin e një mbrojtësi. Ansu Fati do të largohet nga Barcelona. Yllin holandez e tradhoi nervat godet kamerën pas humbjes dramatike të titullit. Si Adi ashtu dhe i biri, Cristiano Ronaldo Jr. shënon 2 golat e parë me Portugalin feston me Siu. Formula 1 Verstappen rikthehet te fitoria kampioni i botës në fuqi lë pas dyshen e McLaren. Ferrari bën mirë në garën e shtëpisë. Fituesi Hansi Flick, trajneri gjerman, mbyll një vit triumfal te Barcelona. Shqipëria debuton kundër Portugalisë sot në Euro 2017. Tedesco, krenar që jemi pjesë e kësaj eksperience. Milan driblon iglitare. Roberto Martinez do shpall listën e Portugalisë për Ligën e Kombeve me dyshime dhe surpriza. Di Maria i thot lam të mirë Benficës, më dhem shumë që mbaroi kështu. 4 pozicione për emra të rinj zbulojnë planet e Bayern Munichut për verën. Kto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Bëm kështu një përmbledhje të këtyre informacioneve për t'ju njohur pak sa me zhvillimet kryesore që ja raportuar së fundit dhe është momenti për të kthyer në studio në pjesën e komunikimit me ju që nis nga ky moment deri në përfundim, pra deri në orën 8:50 minuta. Linja është për gjithë ju që doni të na bashkoheni në komunikimet e përditshme si për herë në 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Klodi Sullina. Mirëmëngjes, si jeni ju? Mirë. Urdo? Jo, kam dërguar një zaf me emrin Roje Qose, shkova pyet aty ke, po sa më thanë që në datën 8 ka shkuar, tha Klodi. Në datën 8? Po deshe shifre një verifikoj, kam bërë një aplikim me emrin Kozma Dule brenda. E di, ndërua, po shiko, nuk ka nevojë për atë, sepse unë verifikova të premten dhe me këtë emër ma ka nisur dhe edhe në rrjetet sociale këtë. Më kupton? Ka nisur? Një sekond. Ja ta gjej tani. Po, më fal. Një sekond. Ska vash. Sepse e pash që ja të ditë. Po. Edhe pyetja që më erdhi, thash pse më the që ma ke nisur me post. Ndërkohë që e kisha aty. Po hajde ta gjej tani. Po që jam i sigurt që është me këtë emër. Ka një aplikim Kozma Dule më brenda jo, që kemi bërë kështu, e ke përshishtin. Po, unë e kam këtu, e kam parë këtë, po tani, jo, nuk e gjetat. Përsa i përket postës, deri të premte nuk kishte gjë në televizionin nderuar, meqense po më pyet për këtë. Por do gjej aplikimin dhe do të ta nis në telefon, më jep një numër. 069 Mhm. 69 Po. 68 Po. 801. Mos i ke thënë dikujt dhe ma ka nisur në rrjetet sociale? Ke bërë bisedë? Se di, nuk e di, dosha e çuni vetë atje, nuk e di. E pra, se që e kam këtë aplikim, jam 100% tash i sigurt, por gjithsesi duhet ta shoh kush nga kum ka ardhur që të ta nis tu pastaj. Mirë? Mirë, rofsh. Të përshëndes Azje, të lutem. Faleminderit ty për telefonatën. Gjithë të mirat. Shkoj me tjetër telefonatën 068 60 54 639 në 068 99 00008 në këtë pjesë të parë të emisionit Ora Juaj për takimin e sotëm të parin, po ashtu e hën data 19, ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë në Ora News dhe Radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv, ku mund ta ndiqni aty në çdo kohë për emisionet dhe jo vetëm lajmet e përditësuara orë pas ore, dhe ju mund t'i ndiqni nga kudo që ndodheni. Gjithsesi ju presim në vim komunikimi sapo e kemi filluar diçka të tillë. Numrat i keni në ekranet tuaja, ora 7:25 minuta. Kemi kohë edhe diçka më pak se 1 minutë në fakt për të pritur një tjetër telefonues përpara bllokut të parë
të publicitetit në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Kemi telefonat? Okej, duhet kalojmë publicitet atëherë. Okej, po reagoni. Po pra, se ndryshoni. Një herë të premte, një herë të enden. Okej, e kemi edhe 1 minutë kohë, kështu që ju presim në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 në këtë mëngjes të sotëm, ku do të qëndrojmë së bashku deri në 8:50 minuta. Kemi kohë mjaftueshme, besoj, për na u bashkuar dhe më bërë pjesë e emisionit. Ndajmë një informacion pas pak që tashmë është e konfirmuar edhe zyrtarisht nga ana e autoriteteve, për sa i përket një zhvillimi të ri, por do të ndalemi në një moment tjetër për pasur edhe sa më shumë qytetarë të cilët do të kenë mundësi për ta ndjekur reklamat, dhe kthehemi pas pak, mos u largoni. Mi kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:30 në komunikim me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë pjesë të dytë të programit, ku në të parën ju informuam dhe përcollëm lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit, për ta nisur edhe ju ditën kështu të informuar me atë se çfarë ka ndodhur në mënyrë sipërfaqësore, kështu që nëse keni nevojë për të informuar më gjerësisht, na gjeni në oranews.tv. Është ora e komunikimit me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë pjesë të dytë, ora 7:30 minuta, ku do të jemi së bashku deri në orën 8:50 si zakonisht nga hëna në të shtunë, prej orës 7 pra deri në orën 9. Dhe ajo që donim të ndalim është për sa i përket, le të themi, një vulosje përfundimtare për njohjen e viteve të punës me Italinë. E ka deklaruar edhe gjatë qëndrimit të saj në Shqipëri Giorgia Meloni, kryeministri e Italisë, në samitin e vendeve të Europës, duke sjell kështu edhe marrëveshjen në plot. Shkoj me telefonat dhe pastaj e themi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhro. Nëse të bëj një pyetje. Patjetër. Për këto pensionin, vitet e internimit quhen me këtë ligjin e ri që kanë dalë? Po gjithmonë janë, nëse si quhen vitet e internimit. Gjithmonë janë quajtur vitet e internimit, nderuar. Më thanë që nuk e njeh ligji i ri që ka dalë tash ky për vitet e kooperativës edhe Dëgjoj pak, monet bujqësore. Po s'ka. Më thuaj. Kam pas 3 vite internim, më thanë që nuk njihen. Jo, shiko, ato mund mos jepo për çfarë arsye nuk njihen, sepse ligjet e internimit njihen, vitet e internimit njihen. Më kupton? Po. Dhe nuk ka lidhje me këtë ligj, sepse janë dy gjëra krejt të ndara. Dhe më thuaj, ha. Tash i mush vitin që kam aplikuar halashëm se nuk do vite kooperative që nuk i kanë njoft akoma, edhe kam zuna një avokat. Nëse do va jem avokatin e më tha ligjet e këto vitet e internimit nuk njihen. Arsyeja? Arsyeja nuk është as vetë dikë më dhon arsyeën po. Jo, llogaritën i nderuar dhe nuk ka lidhje me këtë ligj, sepse ky ligji ja ku e kam edhe këtë. Dhe është ligji 7748 i 93-shit, kështu që më lërë ta sqaroj. Vitet e internimit dhe burgosjes politike mund të njihen si vite pune për efekt pensioni kur personi ka qenë i dënuar apo internuar për arsye politike, ka dokumentacion që vërteton periudhën e internimit dhe ka bërë kërkesë për njohjen e kësaj periudhe si vjetërsi pune pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Më kupton? Okej, shumë faleminderit. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Në rast se ti ke në rregull pjesën e dokumentacioneve, sigurisht që të llogaritet dhe të njihet. Mirë? Faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Ditë mbar. Ndërsa ligji për cilën përmend zotëria nuk ka lidhje me asnjë lloj pune tjetër përveç se me ish-ndërmarrjet shtetërore dhe ish-kooperativat bujqësore, kështu që është specifik dhe mos u ngatroni me profesionet e tjera, sepse nuk
ka si lloj ndikimi apo lidhje, nuk interpreton llojet e tjera të punëve, por bëhet fjalë për ish korporativat bujqësore dhe ish ndërmarrjet shtetërore, atje ku njerëzit kanë probleme dhe është kryesisht për ata që nuk kanë dalë ende në pension ose dhe të tjerë që janë proces gjyqi, do të kenë një lloj favorizimi kuptimi që mos zgjatet procedura shumë sa sikundër kemi parë edhe përmes denoncimeve tuaja. Kështu që në disa raste lidhur me këtë të inderimit, një vit llogaritet me 1.5 vite pune për efekt përfitimi dhe kjo bëhet për të kompensuar atë padrejtësinë dhe humbjen e mundësive gjatë inderimit. Okej. Ju presim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë mëngjes të parë të kësaj jave e hënë data 19 maj, ora 7:34 minuta. Dhe për ta vazhduar aty ku e lam pak më herët, lajmi mirë dhe i ndar veç për t'i dhënë vëmendjen e duhur jashtë vorbullës së samitit komunitetit politik Europian, motra sollin në Tiranë, shpreh kryeministri Rama, dokumenti final të procesit të gjatë ligjor mbi zbatimin e marrëveshjes së pensioneve me Italinë, që do të thotë se nga 1 qershori 2025 shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptim plot për nivelin e ri të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Italisë. Është ky lajmi i shpërndar pak orë, po themi, më parë. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Jam një qytetar nga Berati. Po. Dëgjova sot në shtyp që legalizohen pensionet me Italinë. Sa atë po lexoja në fakt. Duke përfshirë vitet e punës të Italisë dhe të Shqipërisë. Unë kam 33 vjetë e gjysmë, 34 vjetë punë në Shqipëri, u pezëllua punë në Shqipëri dhe shkova në Greqi, kam dhe 16 vite të tjera punë në Greqi. Në Itali miratohen këto, po këtu të këne pse mos bëhet, të bashkohen vitet. Si nuk bëhen? Të bashkohen vitet e punës që kam në Greqi, 16 vjetë, edhe këto të Shqipëri që kam 34 vjetë. Okej. E ke për Greqin? Po. Sa mirë do ishte. Shiko, nuk është bërë thuajse asgjë, sepse për këtë duhet të vullet nga të dyja palët, si nga qeveria e një vendi dhe qeveria e një vendi tjetër, në rastin konkret si nga Shqipëria ashtu edhe nga Greqia. Kështu që nuk ka asnjë lloj diskutimi. Her pas here ndonjë shtrim në tryezë për. E di. Këtu bëhet fjalë për dokumenta, unë kam dokumentat e viteve të punës së Greqisë. Po s'ka lidhje kjo i dashur. Duhet të ketë marrëveshje mes dy shteteve për t'u njohur këto. Siç u bë me Italinë, më kupton? Nuk është marrëveshje u pre. Shiko, ajo është mirë sepse me Greqinë dhe me Italinë aty ka më shumë vlerë ajo, edhe me shtetet e tjera ku kanë punuar shqiptar, po. Në Greqi dhe në Itali ka numër më të përqendruar të emigrantëve atje dhe ka goxha efekt. Shiko, është thonë që një ditë do të ketë një marrëveshje, por nuk e di ndoshta ajo mos është vonë ajo ditë. Atë po them, mos ndoshta është pak si vonë ajo ditë, por shpresojmë që të jetë më afër se sa aq larg. Faleminderit shumë. Të përgëzoj për punën që bën. Shumë faleminderit dashur. Ditë të mbarë dhe për ju. Telefonata mirëmëngjesi. Jesi. Urdhroni. Doja të bija një çik në lidhje me ato 500 marrëveshje në Italisë. Sepse unë kam punuar në Itali 15 vjetë me dokumenta, por në të njëjtën kohë kam paguar edhe ato siguracionet e pensionit. Mos i quajnë mi vendosje si veprojnë. Jo, s'ka lidhje fare, nëse ti e ke me dokumentacion të rregullt? Po, është me dokumentacion të rregullt, po vetëm mendoj mos e quajnë mi vendosje se që kam punuar ndër kam paguar edhe këtë. As pak. Mund të realizohet kjo dalja në 42 vjetë punë në Itali, duke qenë që kam mbi 50 vjetë punë midis Shqipërisë dhe Italisë? Po. Ndërsa përsa i përket pagesave që ke bërë nuk ka si lidhje me të. Okej. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Okej.
një moment, sepse para disa ditësh më kanë dhe me të drejtë, edhe duke qenë sa më shumë pyetje dalin, aq edhe më shumë lind nevoja për t'u informuar dhe përgjigja për ata që na kanë pyetur nëse njihen vitet edhe për shqiptarët që jetojnë këtu dhe kanë punuar atje, sepse kishte një lloj meraku apo mungese përcaktimi të saktë nëse do të njihen edhe për shqiptarët që kanë vite që jetojnë në Shqipëri, po në periudha të mëparshme kanë punuar dhe atje. Përgjigja është po, do të llogaritet edhe kësaj kategorie. Mirëmëngjes telefonata. Yes. Urdhra. Po vim valla këto që kanë punu që është marrëveshje me Itali me Shqipëri. Po ne që kemi punu në Itali. Po. Ne kemi punu më shumë 3-4 vjera, 5 nuk e. Po ne morëm. A ke punuar atje? Po, edhe për të qëndru tani jemi në Shqipëri. Po, në rregull, edhe atë sa po thoja, sepse më kanë pyetur shumë, po ne që jemi në Shqipëri dhe kemi punuar atje janë llogaritë. Shiko, marrëveshja nuk është vetëm për shqiptarët që jetojnë aktualisht atje. Aha. Më kupton? Po patjetër. Faleminderit edhe juve për telefonatën. E thash për pak më herë që shqiptarët që kanë jetuar dhe punuar atje mund të njihen vitet e punës për efekt pensioni nëse ka dhe dokumentacion të rregullt që vërteton periudhën e punës. Po pra, e tham, që mos përsërisim. Okej, vijon komunikimi në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008, ora 7:40 minuta, prej orës 7:20, kemi telefonat? Presim pak, okej. Kam dhe mënyrën në fakt se si llogaritet përgjithësi do i fus në mendime, kështu që po e lëm në një moment të dytë, sepse besoj do të kemi kohë dhe mundësi për të folur edhe për mënyrën se si do zbatohet, çfarë duhet bëni dhe gjitha teknikalitetet e tjera që parashikojnë pra zbatimin e marrëveshjes që hyn fuqi nga data 1 qershore e këtij viti, kështu çështje ditësh, 10 ditë më pak. Dhe më pas do të bëhet e mundur zbatimi në terma konkret kësaj marrëveshje që ka vite në fakt, që nga momenti i diskutimit mes dy qeverive dhe më pas kalimin institucione legislatuese të dy vendeve, më pas pati një ngërç institucional në Itali që vonoi jo pak procesin duke e shtyrë në disa vite me radhë, por me rëndësi është që përfundimi ishte i suksesshëm për të përfituar qindra mijëra shqiptar atje. Mirëmëngjes, telefonata. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Me Klodin të flas. Klodian. Mirëmëngjes je. Mirë si jeni. Ore, duhet bëj një ashtu. Po? Në spitalin francez, si ka mundësi që nuk ka një eko për Shqipërinë? Nuk ka, Po vajtëm atje në vërdej e ko dhe na mojnë a shpuri atje në klinika atje private. Ishtë një doktor atje. Ju dërgoj atje se s'ka, apo ju dërgoj atje se... Po ajo sa nuk e bëjmë do të këtu në spital, do të bëjmë atje. Dhe na shpuri ka një klinikë private atje për parlamenti. Kërë një eko në mojnë 100.000 leka. Tari si vetë kjo, ka mundësin edhe pensionist jemi. E drejt. Shiko, nuk e kam informacionin nëse ka apo jo eko për Shqipërinë në spitalin francez, më që të pyes. Dakor, po unë e provova ndërëm se vajta, bëjmë ekon në tjetra me vështira. Po pa shiko. Ajtë ta besho braqoj dhe zhe pas 3 muajsh, pas 4 muajsh. E kuptova, po shiko, është e rëndë të mos ketë, sepse problemet e kësaj natyre janë të shumta në Shqipëri dhe kudo, por është më e rëndë akoma në rast se ka dhe ju orientojnë drejt klinikave private pastaj. Kjo është akoma dhe më e rëndë. Pra më mirë mos ketë dhe të shkosh atje se sa të ketë dhe të orientojnë atje. Po të pakëzën të atim që s'ka, po të pakëzën si ka mund të i spital francez mos ketë një eko për Shqipëri. E pra.
Absurdisht, që ajo duhet jetë kryesorja, besoj. Që privati ka, që në klinikën e tia, doktori Nashmuri, hajde në klinika time, dhe ta bëjmë, si dhe në spitalin nuk ka. Po pra, shiko, i dashur, më dëgjoj pak. Në rast se nuk ka atje, dhe ky ka thënë shko në privat, aty pastaj është drejta jote të shkosh apo mos shkosh, po është tjetër gjë kjo. Po un po them që se nuk e di nëse ka apo jo. Se mund të jemi edhe përballë faktit që ka dhe të ka thënë hajde bëja atje. Ë? Po dyshoj unë. Nuk është se po ndërsa pjesa pasaj që ju thotë bëjmë privat, aty mund ta bëni ku të doni, nuk është se jeni të detyruar. Mund të shkoni në klinikë tjetër, mund të shkoni te ai mjeku që ja u thot nëse s'ka pajisje. Unë do të dikte që si ka muzikë të ky spital nuk ka njëgo, ndaj po them. Unë nuk e di që nuk ka, do pyes i nderuar dhe do ta ndjek me shumë vëmendje. Dakor, të mbajt atë shënim. Mirë, faleminderit. Përshëndes, faleminderit juve. Shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Jam një që i kam punuar në Itali. Po? Edhe kam 27 vite punë në Itali. Bukur. Ndërkohë, ligji këtu në Itali është që mund të dalësh në pension anticipato, po të kesh 42 vjet e 8 muaj. Unë ndërkohë kam paguar, po më figurojnë, figurojnë në të njëjtin vit në 2 vende pune, quhet? Shiko, 2 vit në një vend, vitet që ti ke punuar 2 punë dhe kushdo tjetër, ka ndikim te masa e pensionit, por nuk do të thotë që nëse ke punuar 2 vite të njihen 4. Jo, e kuptoj, po a më quhet ky viti, më kontohet këtej në Itali, do me thënë se unë për shumë unë kam punuar 2005, kam paguar dhe në 2005 atje. Patjetër që po, e dashur. O, shumë faleminderit, Klodi. S'ka lidhje sigurisht që të quhet ky vit se Jo, se ke punuar. Kemi dëgjuar që nuk mund të figurosh në të njëjtin vend, ke parasysh në të njëjtën kohë Po pra, ti në Shqipëri dhe në Itali. Ti ke punuar atje dhe ke paguar këtu apo ke punuar këtu dhe ke paguar atje? Jo, unë kam punuar në Itali dhe kam paguar në Shqipëri. Në të njëjtën periudhë, sa? 2 vite? Po. Nuk ka asnjë problem. Do ta konfirmoj dhe do të them një përgjigje tjetër përpara reklamave të dyta për pak minuta. Do pyes dhe më ndiq nga televizori. Faleminderit shumë, Klodi, gjithë të mirat. Unë 2-3 minutash dhe do të kthej përgjigje, po në dijenin time dhe informacionin që kam nuk ka asnjë problem, dakor? Sepse ti atje vërteton me dokumentacion që ke qenë fizikisht dhe ke punuar. Më kupton? Po. Dhe kontributi që ke derdhur këtu, kontributi vullnetar, mund të bëhet dhe bëhet edhe në distancë pa qenë nevoja për qenë fizikisht. Megjithatë për 2-3 minuta do të sqaroj me detaje. Mirë? Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Sepse ka shumë pyetje, pikpyetje dhe por rrjedhoj edhe goxha të panjohura për sa i përket mënyrës dhe skemës si do funksionoj, ka për sa i përket ligjit dhe detajet panjohura në Shqipëri, imagjino për një marrëveshje të kaq komplekse. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes, Klodi. Përshëndetje dashur. Të benefitë të Italisë, kam burrin invalid këtu, përfiton paskoje pension atë në Itali. Nëse plotson kushtet po patjetër, sepse është edhe për shqiptarë që jetojnë këtu, e thamë edhe pak më herët. Ai në shkurtin që vjen i mbush 67. Këtu është invalid, edhe atje figuron që ka vuajtur me artrit reumatoid. Yes, ka lidhje me atë, nëse ka punuar në Itali. Po, ka punuar në Itali. A duhet të dali para kohë tani në qershor për shembull? Po, sepse është fiks të moshën edhe për në Itali. Po për shembull kush duhet fillojmë për dokumentat? Po ja, do dal një tjetër udhëzim besoj nga data 1 dhe do t'ja u sqarojmë patjetër. Po ku mund të bëhen këto të sigurimet shoqërore? Po pra dhe kjo do të publikohet bashkë me të në datën 1. Prandaj nuk ja u deklarova pak më herët, kështu që ne këtu jemi, na kontaktoni për çdo gjë. Mirë? Faleminderit shumë. Asgjë, të lutem. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Mirë, dëgjofshim. Do të shkojmë me tjetër. Përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Si e më birë? Mirë, si e. Falenderoj për atë që kisha mbesën time, u tregoj një zotëri edhe e ndihmoj edhe që qiran për 1 muaj. 1 muaj apo 3? 1. Okej. Jam shumë i lumtur.
Faleminderit për te. Tashi faleminderit ai që mos ka ndonjë tjetër që të paguaj edhe një muaj tjetër se është. Po më kanë thënë nderuar, besoj do ju kontaktojnë. Ju faleminderit. Asgjë, ju lutem, faleminderit juve. Si? Urdhë? E keni? Urdhë? Numrin e keni? Po, ja të ta heq me rakun. Një moment. Dra? Po, them, ja, një sekund. Patjetër që kam, sepse personi që ma kërkoi mos u largo. Nuk largo. Më fal. Ai zotëria 413. 413. Bravo. Çfarë tha zotëria se dëgjova? E njoh Klodin tha. Ai kuptova. Po patjetër. Mirë, jam sevap që ke bën sevap o bir. Po jo, më nuk bëra unë. Faleminderit ai që erdhi aty. Jo, ai patjetër. Ati i takon falënderimi kryesor. Po, atë ja kam thash falënderimet e mia. Okej. Më vjen shumë mirë i dashur. Shpresoj që edhe në faleminderit. Po presim inshallah deri një tjetër, lutem. Faleminderit, po patjetër. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Është një rast që na ka telefonuar para disa ditë dhe është ndihmuar nga dikush. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, dashur. Jam i zënë nga Viqini. Po? E kam 7 vite në kem. Tani, në nëndorë, mushe 61. Po? Tani, men të plikoj për ata, po të mbaj pa kempi, nuk e di se qa me ba. Dëgjoj pak. Po. Funksionon kështu për këtë kategori. Në rast se një person është invalid i përhershëm, ka të drejtë të zgjedhë mes pagesës së invaliditetit apo do mbaj pensionin. E kemi thënë gjithmonë. Po, nga sigurimet paguhem, unë kam 7 vjetë. Tani nuk e di. Nuk thash këtë e dashur, thash gjë tjetër. Në rast se je invalid e përhershme, ti ke të drejtë të zgjedhës mes pagesës së invaliditetit apo pensionit. Në rast se je invalid e përkohshme, je detyruar të marrësh pensionin. Që duhet të më ndash ti këtë. Po, jo, e përhershme, jam përhershme, edhe kur bëj letrat, çdo vit e përhershme. Okej, atëherë, nëse je përhershme, është e drejta juaj për të zgjedhur. Do mbash këtë apo pensionin. Sa vite punë të bëhen? Po, bëhen gjithsej 28, 27, 28, se jam edhe sigurume, kam qenë sigurume. Në rregull. Edhe kjo periudha e invaliditetit do të llogaritet, kështu që duhet t'i bëni vetë llogaritë dashur që sa. Po, ku të shkojmë ke sigurimet? Çfarë pagese invaliditeti ke? Sa merr? 220. Ku jetoni ju? Peqin. Shiko, nuk është se e pas ke keq. Pagesën e invaliditetit keq. Nuk s'po them që janë shumë, po them krahasim me pensionin që mund të dalë. Por gjithsesi mund të konsultohesh te sigurimet shoqërore aty për të bërë një lloj krahasimi dhe nëse pensioni të del më shumë, pse mos marrësh pensionin? Po kempin nuk hiqet, po ta marrësh kempin gjithmonë nuk hiqet. Ja, nuk hiqet e prandaj është i përhershëm pra. Por nëse ti vendos që të mbash pensionin, pastaj s'mund të rikthehesh më në kemp. Nuk e mendoj, duhet marr vetëm kempin se pensioni nuk më di që. Nëse je invalide e përhershme, e ke të drejtën për ta mbajtur kempin dhe vazhdo. Vesh gjithmonë se unë e riparoj çdo vit, duhet vesh gjithmonë apo vetëm të rregullosh këtë vit që del pensionin? Jo, në momentin që plotson moshën e pensionit, qoftë grua apo burr, del edhe një herë në komision dhe nuk shkon edhe një herë për atë dokumentacionin e plot dhe nuk ke më nevojë për të shkuar, sepse aty merret përfundimisht që je invalide përhershme dhe kaq. Shumë faleminderit, Klodi. Okej. Të lutem, dashur, faleminderit juve që morët. Mirupafshim. Ditë dhe javë të mbarë, miru dëgjofshim. Bukur shumë. Jemi në fundin e pjesës dytë. Po. Atëherë. Nuk ishte ashtu si e tham. Mund të ketë probleme nëse një person ka paguar kontribute për një njëjtën periudhë kohore si i siguruar në 2 vende të ndryshme, veçanërisht në rastin e kontributeve vullnetare në Shqipëri, ndërkohë që ka qenë i punësuar dhe i siguruar në Itali, sepse edhe sipas marrëveshjes dypalçe, vlen për zonjën që mori pak më herët, për sigurime shoqërore mes Shqipërisë dhe Italisë, ka disa parime të rëndësishme që janë kontributet nuk mund të paguhen për të njëjtën periudhë në të 2 vendet, për të njëjtën kategori sigurimi, e gjitha me radhë, po themi te pasoja se cilat
penalitete që mund të jenë dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri mund të mos njoh kontributet vullnetare nëse vërtetohen që personi ka qenë i siguruar në Itali për një të periudhë. Por gjithsesi në rastin konkret të zonjës, nëse po na ndjek dhe besoj që na ndjek, nuk është se të ndikon në pjesën e viteve atje, ha? Pra në rastin më të keq thjesht mund mos të njihet periudha e kontributit këtu në Shqipëri, por në rast të verifikimi mund të kërkohet dhe një lloj rimbursimi i kontributeve të paguara gabimisht ose të pavlefshme, por që mua në historinë e rasteve të tilla nuk më rezulton se të ketë ndonjë të tillë që ka bërë kërkesë edhe pse janë paguar kontribut gabim jo për fajt personit të jenë kthyer, por kjo është pjesë tjetër. Okej. Shpresoj të kem qenë i qartë. Publicitet kthehemi pas pak në pjesën e tretë. Kthehemi në studion në pjesën e tretë të programit. Vijon komunikimi me ju prej orës 7:20 në rast se na ka pritur telefonuesi i pak përpara reklamave. E kemi Fation Li? Okej, na është larguar me të drejtë se ka goxha kohë. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Me Klodin flas? Po. Klodi, Urdhro. Kam marrë telefon dhe jam interesuar për një numër dosje për gjyshin. Dhe më thej që me rrjetet sociale. Unë me rrjetet sociale nuk... Po, e mbaj mot. Ma jep numrin e telefonit atëherë. Okej, 069 Po. 514 Po. 2244. Dosje për ish të përndjekur politik. Po, numri dosjes të pushkatorit është 70... Çfarë kësti keni marrë? Urdhë? Keni marrë ndonjë këst? Po, ka marrë 3 këste. Numri dosjes është 7263. S'ka problem, se do të kontaktoj aty. 244. E di se kemi folur para disa ditësh, po në rregull. Kurse emri im që treqë kestet, ai do emri se janë do të kontaktojnë telefonin ndëruar, prandaj të mora numrin. Okej, faleminderit. Mirë. Asgjë. Ku banon? Po Gradet. Okej, faleminderit. Faleminderit ju. Jeni mirë. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Vetëm ma ul zërin televizorit të lutem. Po tjetër, nuk diskutohet. Tani shpresën e pensionistit të kemi vetëm tek ti. As qeveria, as opozita të bën asgjë. Ko bën gjë? Ule zërin televizorit të lutem. Kështu që ti një ditë kur të duash nafto te monumenti i herojit tonë kombëtar, të vim nga gjithë Shqipëria edhe mas e bëjmë në gjë. Falenderoj shumë i dashur për konsideratën. Ditë të mbar për juve, shkoj me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo? Klodi, mirëmëngjes. Jam ajo që të telefonova pak më parë. Po, e dashur. Për vitet e Italisë që në të njëjtën kohë. Po, ma dëgjove? E dëgjove përgjigjen? Jo, nuk e dëgjova, prandaj të mora, ula zërin e televizorit edhe nuk e dëgjova. Okej, se thash pak para se të kalojmë në reklama. Shiko, është problema, jo? Dhe, shiko, edhe është dhe s'është, po problemi është që më e keqja mund të mos llogaritet periudha që ke kontribuar në Shqipëri, gjë që nuk të ndikon me Italinë. Nuk më ndikon në Itali. Jo, do ishte ndryshe në rast se do kishe paguar atje dhe ke punuar këtu fizikisht, por që nuk para ndodh, atje do të kishte probleme. Megjithatë në çdo rast, ty të llogaritet pjesa e Italisë. Po. Rasti më i keq është nuk do të llogaritet pjesa e kontributit vullnetar në Shqipëri, më kupton? E kupton. Ndërsa ajo Italisë nuk të preket, sepse sikundër thash edhe më herët, ti ke punuar dhe vërtetohet që ke qenë atje, në vendin e punës, sepse ke dokumentet përkatëse. Po. E qartë? Po. Kështu. Faleminderit. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve. Të mira. Për telefonatën. Okej. Herë tjetër. 068 99 00 008 068 60 54 69. Mirëmëngjes telefonata. O, no, dhe mirë, moj.
Presim pak në numër që keni në të djathtë të ekraneve tuaj, ora 8:06 minuta, kjo është pjesa e tretë, sapo kemi nisur këtë pjesë. Jo, pra, nuk ka me Greqin. Shpresojmë që të ketë, sepse di që ka interes të shtuar, ndoshta edhe për sa i përket asaj që është firmosur me Italinë, gjithsesi shpresoj që tham edhe në fillim të emisionit të ketë një marrëveshje më herë se sa të jetë vonë për një pjesë për ju që keni vite që prisni. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jeni? Si jeni ju? Mirë. Mund të flas me Klodin? Po, Klodi jam. Okej. Urdhoni. Kam me të pyet diçka në shoqëri. Po? Një temin i ka vdek i shoqi, i ka vdek burri. Po? I vjetë gjys 2 gati. I ka një vajzë. Po mirë, po i shoqi nuk ka punu a zonë, ka kanë i smush, no? Po pa kempe, pa zonë me i shalë. Edhe nuk ka përfitu asisen për atë fmi, kush e rrit atë fmi që ajo oma është pa punë, pa kush që thot e lelo me zot. Po si ja dali, me çfarë merren? Ata vetëm kush mundet i shtos për shembull ja fal dikush i 5.000 lekë, dikush i 10.000 lekë, një privatisht, asi zonë, në shtet asisen. Pra jeton nëna me fëmijën? Nëna me fëmijën. Po, çfarë moshe ka fëmija? Fëmija është 5 vjeç. Nëna punon? Nëna s'punon as i zonë, është edhe dobët edhe fizikisht. Ka shku ka pyet, jo s'to kona zonë se duhet me paken burri në punë njën e tjetër në ekne. Këta jetimat, burri nuk... në statusit imi të zonë, sa këta thonë që dhe në moshën 18 vjeç. Okej, burri... E kuj me se ke, se kuj vetë puna si zonë. Burri ka vdekur, apo jo? Po, burri ka vdekur, ka gati 2 vite ka. Po mirë, si ja bon kjo zonjë me fëmijën 5 vjeç? Si ja del, them, zonja me fëmijën 5 vjeç? Vetëm kush i fal në i zonë. Ku jeton? Në bajs kastratit jeton. Ku? Në Malësit Madhe, në bajs kastratit, në Malësit Madhe. Po për çfarë ka nevojë? Po ka nevojë për në lidhe, në lekë që me marë pak të në ta bukë, që të pak të për bukë mësë vujnë. Dhe nuk rrjedhëm shijet fatit, për shumë kush i falë. Sot mund t'i falin në është ati kush 50.000 lekë, nëse se ka asni. E drejt. Juve jeni personi afërt me të? Unë kam të doja të babs, plus që kena pas edhe një me qalat ata me qalë tjatin e babs, ma vajs, vogël. Me qalë është njëri jo, një gjak jemi, da man, por interesim kuptoj. Buj me kene motërës tem ose vajt tem. Esakt, jo, shumë mirë bën. A mund dalësh një numër të ndë i kontakti? Po, more? Ma thuaj. 068 52 05 Po? 122. Okej. Falenderoj shumë. Zoti, je shumë i nderuar. Ditë mbar i nderuar, faleminderit për telefonatën. Do shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Okej, nuk e kemi. Vetëm se kur jemi në bisedë duhet na prisni për shkak se ndoshta dëgjoni edhe atë që flitet me tjetrin, por nëse s'ka lidhje me problemin apo atë se çfarë ju do të thoni, do të na prisni në linjë derisa të mbaroj me telefonatën që është në lidhje. Ora 8:10 jemi në pjesën e tretë të emisionit për takimin e sotëm. Në këtë të hënë të datës 19 maj, jo në komunikim me ju, si për herë në 068 99 00008, në 068 60 54 639 në 1 qershor. Po, është e vërtetë ajo që ke lexuar, më shkruan dikush kur fillon zbatimi i marrëveshjes së këtyre. Okej, se i dham shumë zë sot me të drejtë se sa më shumë
afrojnë ditët dominojnë edhe pyetjet e kësaj natyre, por gjithsesi pas datës 1 qershor ajo tashmë është në fuqi, por mbi gjitha në zbatim. Kështu që për çfarë do lloj paqartësia apo kërkese për informacion ne këtu jemi. Çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9, edhe në këtë moment vijon komunikimi me ju në 068 99 00008 068 60 54 639 për të bërë pjesë e vijimit komunikimit. Sikundër mund të na shkruani edhe përmes rrjeteve sociale, është e njëjta mënyrë funksionimi për sa i përket shqyrtimit apo ndjekjes së një problematike të caktuar. Okej. Mirëmëngjesi. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Vetëm uleni zërin e televizorit, zotëri, ju lutem. Alo? Alo? Ule zërin e televizorit, të lutem. Po, uleni zërin e televizorit dhe flasin vetëm nga telefoni. Alo? Ule zërin e televizorit, i dashur, të lutem. Ule zërin e televizorit. Zotëri? Ule në 0 se nuk të duhet. Më thuaj. Klodi dhe qa. Klodia? Klodi. Po. Në të legalizimet. Si? Nuk të dëgjoj mirë, edhe një herë të lutem? Legalizimet. Po. Shpimet. Po. Kam që 2017 t'i kam bërë. Edhe të shma përgjigje. Në 2017? Që 2017. Ku i ke bërë? Tu në koqë. Dhe nuk të ka dalë? Ka dalë. Ke pyetur? Ka pyetur do dhëj në shantën. Si thot? Do dhëj në shantë. E ke dokumentin aplikimit? Jo, s'ka dokument. Po, pse nuk e ke? A ke aplikuar në 2017? Aplikova për shkallon, vetë mandat në arsitinit kam. Po, edhe atë, edhe ju na duhet. Mund të na e nisësh, si mund ta nisësh? Si ta nisë? Më jepi numër kontakti. Numri i telefonit. Alo? Më jep numrin e telefonit. Okej. Mundohu ta nxjerrësh edhe na merr sërish pastaj, dakord? Falenderoj shumë. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Unë jam një qytetar nga Durrësi. Po. Edhe kam një problem me legalizimet. Janë bën motje një vit e pak. Kam shku, jam interesuar tjetër të në proces. Qa mund të një mëri ju? Kur e ke bërë aplikimin? 2005. Në 2005? E ke dokumentin vetë deklarimit? Po. Mund të manisësh? Po, në qarë numëri? Rrjetet sociale i përdor? Po. Manisa 2 te Klodi Karaj. Instagrama? Ku të duash? Po, mirë, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Do të shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Kemi? Kë kërkonte? Po mirë ishte. Në rregull, do ta gjej, besoj. Okej, kthem përgjigje pas pak. 068 99 00 008 068 60 54
639 numrat e telefonit, jemi në pjesën e tretë, ora 8:16 minuta. Për të gjithë ju që doni na bashkoni në komunikimin e drejt për drejt përmes bisedave në studio dhe jo vetëm, mund të shfrytëzoni, kemi thënë, edhe hapësirën e rrjeteve sociale. Pa jo tani se në 2002 nuk ka pasur. Okej. Nuk ka pasur vetë deklarimin në 2002, kështu që ju lutem ose kontrollojeni edhe një herë se në atë vit nuk ka pasur. Por gjithsesi nëse ke dokument ma nis atëherë aq më mirë. Nëse i qëndron kësaj bindje, por nuk ka mundësi të ndodhë sepse nuk kemi një rast të dytë për të thënë që po, ky është i treti. S'kemi as të parë në fakt, por gjithsesi. Okej, se kemi edhe shumë mesazhe. Ju presim vijon komunikime ju në 8:17 si për herë në 068 99 00008 068 6054 639. Jemi në fundin e pjesës së tretë. Kemi edhe 20 minuta më pas deri në 8:50. Ndaj ju presim në këtë transmetim drejt për drejt në Ora News dhe Radio 96.7 MHz. Dëgjoni shpesh aty edhe muzikë të mirë, kështu që në udhëtimet tuaja me makinë jemi goxha të këndshëm për t'ju shoqëruar. Dhe në live stream po ashtu në oranews.tv, ku na shikoni aty në emisione, në edicionet e lajmeve, në emisionet të mëngjesit, por edhe në edicionet informative dhe në emisionet e pasdites apo edhe ato të mbrëmjes. Kemi telefon? Çudi? Gjithsesi, okay. Presim në 8:18 minuta. Dhe teksa kemi një orë që diskutojmë për këtë, vjen pyetje $1 milion. Alo, përshëndetje. Mëngjes. Mëngjes e dashur. Flas nga Italia. Po. Unë që në mars kam bu 62 vjeç. Dhe në fund të muajit do të vi të bëj dokument për pension. Po. Tashti, unë kam 22 vite në Shqipëri, bashkë me kontributet vullnetare, kam dhe 10 vit në Itali. Po? Po dëgjova aty që ndërkohë që ke paguajtur kontributet vullnetare, dhe ke punuar aty, jo, ka probleme. Rrezikohet mos paguaj në tip ato kontributet vullnetare. Po. Mirë po, unë i kam paguar deri në 2015. 2015 kështu, me ndërprerje, 2004-2015. Po. Këto vitet e tjera, që unë kam punuar deri në 2019 në Itali, më paguhen? Po, pse më pyet të paguhen? Po. Shiko, e dashur, ajo që unë thash, ju referoni asaj që unë thash pak më përpara. Po, asaj zonjës që foli para meje. Po pra, po. Ajo është në këtë kuptim që nëse ti, po them vite për ta kuptuar, nëse ke punuar nga viti 2020 deri në vitin 2025 në Itali, dhe po gjatë këtyre viteve 2020-2025 ke paguar kontribut në Shqipëri, këtu është problemi. Në të njëjtat vite, pra nëse ke paguar kontribut vullnetar në të vite ndërkohë që ke qenë dhe atje. Jo, unë kam paguar në Shqipëri nga 98, se unë atë kohë kam hikur në Itali, 98. Po pra, po në këto vite dhe ke punuar apo jo? Jo. Po në rregull, nuk ti je në rregull. 98-2004, nuk kupton. 98-2004. Po. E kam ndërprer. Kontributi vullnetar, kam paguar sa 2015. E kuptova pra. Tashti. Këto vite unë që kam punuar ndërmjet 2004-2015, mua më paguajnë vitet e Italisë? Ke punuar atje në Itali? Po. Pa tjetër që po, si jo. Gjithmonë dominon puna që ke bërë fizikisht atje që vërtetohet me dokumente. Plus 2016-2019, do të këto vitet që janë boshë, se paguajt kontributet, mua më paguajnë në Itali aty. Pa tjetër, në rast se ke punuar atje, sigurisht që po. Në rregull. Tashti, unë do vi në fund të muajit. Çfarë dokumentash më duhen që të mbledh dhe vitet e Italisë e të Shqipërisë të bëjnishë të në Shqipëri? Kjo do të publikohet në një moment tjetër, dashur, kështu që
Se e dëgjova që fillojmë me datë 1 qershor. Po, në datën 1 qershor dhe besoj që në datën 31 maj apo 1 qershor do të publikohet edhe mënyra se si do funksionojë edhe për sa i përket dokumentacionit. Më kupton? Domethënë nuk vjen akoma dokumentat që duhen nga Italia. Ende jo e dash. Mirë. Po vetëm pra të Shqipërisë. Ato të Shqipërisë janë më të thjeshta. Pra, ato vetëm libreza e punës. Do aplikosh vetëm në Albania, libreza e punës po duhet. Dhe është një aplikim i thjeshtë në Albania. Janë regjistruar në Albania, aty unë shoh edhe kontributet që kanë paguar. Po. Janë regjistruar të gjitha në Albania. Edhe ato para 94, edhe ato pas 94 janë aty. I kam të gjitha. I shoh në Albania të gjitha kontributet që kanë paguar. Po, ato aty janë edhe aplikohet pastaj në Albania. Atë më vetëm libreza e punës më duhet për ato të Shqipërisë. Po, vetëm ajo. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty për telefonatën e dashur. Gjithë të mirat mbetemi në kontakt. Shkojmë me telefonues tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Desha jam dikun i dhun nga fshatet e bashkisë Bavdensit. Unë quhet Henel. Atë shteti ose qeveria, bashkia, kushta ka bën, domethënë një investim madhor. Ka bën shkolla deri në mbi 10 milion euro. Janë mjet, Henel, pistull, janë laq brana dhe shkollat janë të gjitha të boshatisura. Nuk kanë në fëmijë, kalamajt shkojnë në shkollë. Arsyeja nuk dihet se pse shkojnë në shkollë të gjithë, me dhupuza, me haxhime, me ramense, dhe këtu nuk pranojnë me nejmë për mësime. As në Hemel, as në mjet, as në laq, as kërkon vetë në shkollë, thoi. Arsyeja nuk dihet. A janë mësues më të mirë atje, a janë shkronjat më të mirë atje, ta nuk e kuptoj, na s'kana gjithë leknor sa më i qu, kalamajt në Shkodër. Bro, në kalamajt të na do mesin pa shkollë, ose gjitha janë rrugë, gjitha e shpenzim, nuk më në mullojnë gjithë, ato që janë në mullojnë, më të mund të është isha qefë që shteti, të morë masa të ashovin ku qalën, ose ku plen lepri, ku është asyja, ku që më shtoj të kalamaj me në shkollë, në Shkodër, me brashti shkollë dhe fshallë, që janë si më janë hotele me 5 uje, shkolla ma lira ka 2 milioni gjysë euro. Shkolla në Hemel ka bën 2 milioni gjysë euro. Ka ndonjë plan për të hapur apo jo? Urna? Ka ndonjë plan për të hapur ajo shkolla që është ndërtuar apo jo? Është vërtet, ja, në atë mund që pa të tamon që në Hemel ka bën shkollë 2 milioni gjysë euro. Po pse nuk i çojnë aty pra, pse? Urna? Pse nuk i çojnë aty them fëmijët? Në falë se sem të të një mirë. Po pse nuk i çojnë aty pra ajo shkolla fëmijët? Po nuk i qojnë për njerëzit që gjoja se tu nuk banë si me regut, nuk banë si me mirë. Mësus vinë, mësus paguhan tu. Njëllë 30 mësus, me 2 nëzanë, 5 nëzanë, shklatën, 10 nëzanë. Nuk jam të kuptu gja në të punë, ashtë të sa vjetë një kja histori në fshatin Hemel. Mjetë ashtë këtë e praktisën. E kuptova. Miri dashur, të falenderoj dhe të përshëndet shumë. Shkoj me tjetër, kemi kohë? Alo? Mirëmëngjes. Gjesë të dhe. Urdhoni. Unë kam apliku për pension në Albania, joti në gjanë. Po, të dëgjoj shumë mirë. Po, së më ka përgjefa, po ka përgjimoj së përgjigja. Kur ke aplikuar? Ka i më gjysë. Ka kaluar 45 ditë? Kalu, di më gjysë. Je brënda fatin, kështu që besoj që është jetë ditë është brënda kësa jave me shumë mundësi do të vi përgjigja, po në çdo rast, edhe nëse nuk të vjen, është larguar. Mirë, s'ka gjë. Nuk ka asgjë për të shqetësuar. Mund të shkojë edhe ndoshta deri në 2 muaj, por pa asnjë lloj problematike, sepse ndoshta mund të jetë në një moment ngarkese e shqyrtimit të shumë dosjeve dhe prandaj krijohen ngarkesa të tilla. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes vëllezër. Urdhro. Jas më i çfarë? Edhe për juve. Ola dishe pyes të telefonat tone që bene a gjë që i dorë. Po ne bëjmë punën tonë, zgjidhim ndonjë problem atje ku na dëgjohet dhe neve zëri, pastaj pjesa tjetër është në dorën e tyre të dëgjohet, duhet të dëgjohet patjetër. Ora klodi që ndo sotë më vëlla, ojtë sotë dhe mund ju të nga pi gjakë, më vëlla, merë 2 milion e vëgu gjasë. Ma më bë nga një këtë problem më bërë jo që pisë.
Merë 500 bëgoj 2 milion, merë 2 milion bëgoj 10, që bëtë që në të firma fantazë, oj sotët vëgjotët. E pinjako, a më në burë. Të drejtë ke? Të dhujë se merë, për shkënë në karama të shkojmë plajë, do blejnë të do mëjnë në mjellë, e më kuj merë ka lezet, më kuj pagu të dhe më shmirti. Mirë të farenderoj. Farenderoj unë ty për telefonatën, në ditë të mbarë, edhe për juve. Edhe për ju një ditë dhe javë të mbarë. Shkëputemi, apo presim dhe një tjetër? Edhe një minutë. Ko në dispozicion për një tjetër telefonat. Jo e fundit për këtë pjesë se kemi edhe 20 minuta në pjesën e fundit në program. Ju presim në 068 99 00008 068 60 54 639 në këtë komunikim të sotëm. Kemi nisur si zakonisht prej orës 7:20 minuta dhe vijon për ta përfunduar në orën 8:50. Publicitet, kthehemi pas pak në pjesën e fundit. Floriol, prodhuar dhe ambalaj. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit për sot, në këto 20 minuta të mbetura, në komunikim me ju në 068 60 54 639 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. 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 Do të bëj një pyetje, ndoshta është edhe jashtë programit. Më thuaj. Kam një mikun tim italian që në kohën e luftës i ka vdek gjyshi në Selenicë. A ka ndonjë program investigativ për me gjetë varrin e tij? Se nuk arrin të gjej varrin. Se di, ne jo, por nuk e di mediat e tjera që merren me investigime të tilla. Po si shumë misioni pa mundur duket. Ashtu, a? Ose ka kaluar që nga ata inxhinierët që ishin atëherë në atë kohë në Selenicë dhe e kanë vrarë. Nuk dihet se kush e ka vrarë, po është interesuar që t'i gjej varrin, t'i marrë eshtrat. Nuk Jo, për fakt keq, nuk ka një të tillë, me thënë drejt. Mirë, Klodi. Faleminderit ty për telefonatën. Ti jeni mirë, në ditë dhe javë të mbarë. Okej. Alo, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Shëndetje. Me kë po flas me gazetarin? Po. Ngrihet çik zërë se nuk dëgjoj se jam i moshuar. Jepi, fol. Urdhra? Ule zërin televizorit, ule. E ula. Ule. Kam diçka për të shtruar. Unë jam pensionist dhe vajta për të marrë ilaçe dje me favorizim në shteti, nuk mungonin ilaçet. Nuk mungonin? Urdhra? Nuk mungonin, the? Mungonin ilaçet. Cilat ilaçe? Vendelina të frymarrjes, s'ka me mushkrit. Po. Edhe tani në vend të na japin ilaçe tamam si pensionista, nuk i marrim dot, se nuk ka thos porosisja. Si betalli. Po çfarë ilaçesh morët në mungesë të tyre? Çfarë ilaçesh morët them në mungesë të tyre? Janë ilaçe për frymarrje, nuk i mbaj mend unë. Po e di, po morët ilaçe të tjera. E dyta. Po. Alo. Po dëgjoj. Ore ka bërë një kërkesë kryeministrisë dhe bashkëqeverisja më mashtron. Si betalli. Bashkëqeverisja bashkë me Ministrinë e Drejtësisë. Po? Urdhro. Po të dëgjoj, po ngrihet i zen, se nuk dëgjoj mirë. Po çfarë po dëgjoj? Po çfarë kërkon që thua më mashtron? Çfarë them unë? Po çfarë kërkon nga unë më? Kërkoj që të ndrysh në bashkëqeverisjen, që t'jap të sakta dhe ato, mos i jap me budallëqe, me mashtrime. Po mirë, ndoshta thot
Po pretendon ti që janë të pasakta, sipas asaj mund të jenë të sakta, pse janë të pasakta? Po mashtrim, vetëm për mashtruar, sipas qeverisja dhe drejtësia. Okej. Mirë nderuar, po ka institucione drejtësie për këto i dashur, më kupton? Urdhra? Ka institucione drejtësie për këto. Po më mashtrojnë. Po pra, ka institucione drejtësie ku ju mund të ankoheni, po them. Ti më ndihmon dot? Jo se s'të ndihmoj unë, por nuk është në kompetencën tonë. Nuk është në kompetencën tonë, nderuar. Jo, ti thua që të kthejnë, që unë kam çuar gjitha me brenda rregullave, të më kthejnë një përgjigje të saktë, që di dhe unë ku ta kërkoj. Po ti mendon që nuk është e saktë përgjigja? Jo. Do ta krijm sot me email, me këtë, la afat 10 ditë, la afat 15 ditë, pastaj nuk e kthejnë fare. Okej. Mirë nderuar. Faleminderit shumë për telefonatën dhe gjithë të mira. Qeverisja një lloj. E qartë për qartë, po ka këtu është goxha problem kjo se na ke telefonuar edhe herët e kaluara, po në rast se ajo që ti ke marrë si përgjigje duket e pasakt, mund të jetë e saktë për palën tjetër dhe hajde ta zgjidhësh pastaj. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Urdhroni. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes dashur. Do bëj një pyetje, po a është në kompetencën tuaj unë vetëm për sqarim, nëse bëje. Kam një njeriu tim, është në moshën 66 grua, 66 vjeçe, po është trajtuar tër kohën me kem nga bashkia sepse është kështu. Si quhen ato të paralizuara fare, ashtu ka lindur në moshën 6 mujore, i ka kalu temperatura e lartë, e ka lënë ashtu. Edhe merr kem nga bashkia. Tani nuk ka ndonjë, mendimi im, nuk ka ndonjë rregull që kur mbushin 65 vjeç mos të përsërisin këto dokumentat vit për vit ose 1-2 vjet. Siç e japin. Po, ka një të tillë, çfarë moshe ka zonja? 66. Po, ajo ka mbajtur kemping, nga paguhet nga bashkia, apo nga sigurimi? Jo, nuk ka qenë në marrëdhënie pune asnjëherë. Nëse paguhet nga bashkia do shkoj gjithmonë. Nuk Jo, është përse ata që paguhen nga sigurimi shoqërore dhe janë invalid përhershëm e bëjnë këtë deklarimin edhe një herë në fund kur plotësojnë moshën për të dalë në pension dhe certifikohen si të përhershëm dhe nuk shkojnë më. Jo, e merr nga bashkia, do të thënë tër jetën ka vazhdu po me këtë që fëmijë. Po. Në rregull, mirupafshim, mirat. Faleminderit shumë për telefonatën. Qofshi mirë. Jemi në më pak se 15 minutat e fundit. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhoni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po. Ku jeni ju? Ose kam rënë gabim? Nëse ke rënë gabim. Jeni televizioni? Klodia. Klodi? Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni, si keni kaluar mirë? Mirë si jeni. Tani unë kam një problem. Më thuaj. Kam dalë në pension në janar të këtij viti të 2025-s. Edhe kam aplikuar për pension suplementar, se kam punuar në ushtrinë në kohën e monizmit, 9 vjet e sa. Tani ata të sigurisë shoqërore të Fierit ma refuzojnë. Kë refuzojnë? Pensioni suplementar. Suplementar mbi kë? Mbi aty kam punuar në ushtri. Kam qenë në oficer në kohën e monizmit. Po. Ka vajtë disa era dhjën që vete e kërkoj drejtë, më thonë që jo, ka vete 5 muaj kjo punë. Nësa në të Albania, ka dalë të Albania, si pension, më ka dalë ajo, më ka dalë 330.000 lek të vjetra dhe për marë 287. Ashtu, e? Po. Po pse, çfarë nuk të japi një përgjigje se përse? Nuk javi, më thanë të shë refuzuar këtu nga dikushi. Po si ka mundësi, po ja ka një rregull që refuzon, që ose nuk i merë brenda 25 vite. Po nuk është dorë time që për t'i marë, po nuk i kaluar juve. Që t'i madhe. Si keni emrin ju? Neshat Kapo. Neshat apo Reshat? Neshat Kapo. Emri babait, lutem. Neshat Faik Kapo.
Banon në? Në Rashkavec të Fieri. Okej. Sa kohë ka kjo? Unë kam aplikuar në 1 janar të 2025-ës. Ndërkohë pensionin e ke marrë? E ka marrë pensionin... Tani nuk ta japin për 1 muaj, apo nuk ta japin edhe në vazhdim? Jo, nga janari deri tani. Çudi e madhe. Okej, të pyesim. Faleminderit shumë. Juve faleminderit. Shumë nderuar. Ditë mbar. Në presim telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Ju kanë dërkuar një vetekarim për legalizimin e shtesës. O nuk keni marrë përgjigje apo jo? E qerem Dizeti. Ku ma ke nisur? Ku? Anja 3 muaj para votimeve. Ku? Ka marrë dora si ta kam zonë atje. Me emër? E qerem Dizeti. Po tani janë hapur ato e qerem. Okej. Tani u kujtova, dakor? Po për këtë mora ndaj përgjigje. Për cilën? Kam një faturë për aktim detyrim gjop, thot. Shkelja afatit lezë dërtimit. E di, do presësh për atë, sepse ka dalë një vendim, por që... Po pra po. Besoj do zbatohet pak më vonë, sepse është kontestuar goxha, më kupton? Po pra po. Mirë i dashur, falenderoj shumë. Gjithë mirë, falenderoj. Falenderit për telefonatën. Do shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. I kaluat, mirë. Si jeni ju? Klodin e ratë parë, që po të gjoj kam që parë këto dhe jam shumë i habitur me këtë ligjin shqiptar këtu që të kam dëgjuar shpesh. Kush është në asigurimet shoqërore përfiton këtë, kush është në bashkia, po këta nuk janë të smurë të bashkit. E drejt. Se këta nuk është problemi, ka smundjet ndryshme që këte e kuron sigurimet shoqërore, a i njësoj është i smurë si nga sigurimet shoqërore dhe nga bashkia një smundje ka. Po patjetër, një paraliz apo një çfarë probleme shka të tjera. Se duhet dyzohet ligji kështu dhe për këto punë e bonuseve pranverës nuk u adhanë sepse me nga bashkia dhe këto që është kjo se 2 fonde lëvrojnë këtu. Shumë e saktë, edhe unë e kam përcjell disa herë në këtë lloj artikulimi, por sepse dhe fondi bashkiak nëse vjen për këta nga fondi shtetëror vjen. Normal. Është gjëna që kategorizohen nga bashkia, që duhet dali të bëhet një ligj që ti marri o bashkia të gjitha, ose sigurimet shoqërore të gjitha, ose të ketë një status veçantë për këta nga një ministri për kaca, sepse është diskreditim kjo që ky është nga bashkia e sepit tona, ai që është nga sigurimet, po këta të smurit njësoj janë të dy, dhe ai me karroz dhe kjo me karroz. Çfarë ndryshimi ka gjy bashkia me këtë? Shumë e drejtë. Edhe unë do gjete mendim ndaj me ju, shpresojmë që kjo të ndryshoj, por tani kishe edhe një gjë tjetër, hap televizorin sot, të dyja stacionet e orës nuk kanë sinjal në Fier janë. Në Fier? Në Toksor, në antenë. Të tjera janë në rregull, vetëm 2 orat nuk kanë sinjal. As ora news, as ora dhe. Kuptova. Nuk e di, ndoshta mund të jetë një problem aty lokal, por gjithsesi të falenderoj që na informove dhe do vendos në është vetëm problem të habiti se është vetëm për televizionin tuaj, nuk është sinjali vetëm për televizionin tuaj. Po e përcjell më një herë tani te personat përgjegjës dhe të falenderoj që na informove. Falenderoj dhe unë përshëndetje dhe shpresoj që të rregullohet diçka, se është gjuna, kjo është një diskreditim që i bëhet edhe atij të smurit se. Po, patjetër. Faleminderit i nderuar edhe një herë. Faleminderit juve, përshëndetje. Shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Një pyetje të shkurtër kisha Plodi për pensionin. Po. Në moshë në janar të 2025, 31 janar, mosha 60. Kur më vjen dal pension? Kur i bëre 60? Në 31 janar të 2025. Pra ti je 61 vjeç. Jo, 60 mosha. Të 2025-s, më fal. 62 fiks del. 62 fiks, po. Miru pafshim, faleminderit, miru dëgjofshim. Faleminderit juve. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjes.
Alo. Përshëndetje, Klodi. Shëndetje. Më dëgjon nga telefoni, të lutem, dhe ule zërin e televizorit, nëse mundesh. Alo. Që nga trojë linje, Jo, po, ule zërin e televizorit se bashkë jemi duke folur. Po. Ule. Ule sepse na pengon dhe vjen sinjali me vonesë aty, prandaj. Mirë, e ula, në gjë. Po. Klodi. Më thua i dashur. Gazeta sot e datë 9 prill ka fol për agentin Dojti për Amizalin. Edhe tashi simas atij artikulli ai i lidhën me agenturat e huaja për të shkatruar Shqipërinë, presidenti i Republikës që shpall nëri i kombit njerëzit me vlerë, a duhet të shpalli Ramizalin të adhtar i kombit? Më pyet mua për këtë ti? Pyetje tash i drejtova atë përgjigjen të japi kush don. Okay, kuptova. Mirë? Mirë. Falenderoj shumë. Faleminderit. Juve, faleminderit. Për telefonatën, shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhëroj dashur. Ja dhe mbash. Bashkë me ty. Të mbash të kemi. Faleminderit shumë. Dua të bëj një pyetje të që në neve që kemi marrë tokën që në kohën e nda. Tani me matjen e parë kemi tjetër si përfaqe. Këtë që kemi me matjen e dytë ka dal tjetër. Kemi bërë shtesë vetë. Po mi, ule të zërin televizorit aty se ka shumë kakofoni. Më fal. Ule. Edhe me këtë kemi, për shumë kam trullin e tokës këtu kur kam bërë shtëpi, atëre të jep një vetëm 300 metra, katror. Dhe ka qenë pyll, e kemi shpyllzuar dhe kam një si përfaqe e një 2 metra. Më dilte problemi, të lutem. Me matjen e dytë ne i pagojmë tatimet e tokës që kemi tepër. Por kështu nuk na njeh të ta hedhim. Po duhet aplikosh për atë. Njët pastaja me që kemi kaq vite që e pagojmë tatimin e këtë. Po shiko, ju tatimin e pagoni sepse e përdorni apo jo? Po, dhe që ta bëni tuajën duhet aplikoni në kadastër për certifikat pronësie dhe s'ka asnjë lloj problemi. Me fjalë që hidhet kjo po ta aplikojnë. Po pse jo? Nuk ka rrugë tjetër, Sepse në fakt nuk është se kemi zënë tokën e tjetrit. Po duhet aplikosh e dashur për atë, sepse ajo që thua ti 300 metra ajo ka qenë kufizuar dhe aq është, kurse për pjesën tjetër që është shtesë duhet aplikim më vete. Më kupton? Po. Është aplikim specifik që nuk të del me të gjitha të parën që ke bërë, por del duke aplikuar më vete. Se faktikisht neve na e mbarin taksën, se e përdor. Po, e marrin sepse e përdor. Dhe për ta bërë me certifikat pronësie duhet aplikoni në kadastër e dashur. Mirë? Shumë faleminderit. Të lutem, asgjë. Nuk e ke idenë sa na ndihmoni. Po asgjë gjë. Dhe kur ju themi faleminderit, ua themi me shpirt, se mendos sa zyra do brevin. E di që ma thoni me shpirt. Shumë faleminderit. Asgjë, të lutem e dashur. Njëta të bëf një mirë birë. Faleminderit. Jeni mirë. Shkojmë tjetër telefonues, përshëndetje. Alo? O, Lodi, mirëmjes. Mirëmjes. Në desha të tanoj me dy edhe për punë pensioneve. Po? Po më shifë që në rritë vitet e pensioneve si për gratë, si për burat. Hajde mirë bësë në rritë pensionit, në rritë vitet e pensionit, kurse në Francë është gjatë dhe 2 vjeç dalën. Po, varet kur e ka plotësuar 61 ndëruar. Po ja, në shumë vendet botë dalin më të rinj njerëzit se sa në Shqipëri. Në pension. Kurse në Shqipëri, mirë si ka rritë vitet e pensionit, dhe ka me dalë këtu, Lodi. Po, më thuaj. Qështë sa dhe pak ne dëgjojnë dikush mundesh me bë publike sa më shumë. Këta njerëzit si nuk kanë punuar, për shkak, nuk kanë vite pune. Ligji i Ramës sot me dalë 70 vjet në pension. 70 vjeç. Kurse për shembull në Kosovë, po marrim Kosovën, kur ti mushin vitet e pensionit, si ka punuar, si s'ka punuar 100 euro ja garanton shteti. Kurse këtu thot për baj mush 70 vite nuk del në pension, as nuk merr ndihmë, as nuk merr asgjë,
Sa do hanë këta njerëz më burr, si nuk kanë pas mundësi me punuas, nuk kanë vite pune. Tani, okay, te kjo e dyta është në rregull, edhe mund të pranohet, ndërsa për sa i përket moshës në pension, ne e kemi ndër më të ultët. Në Gjermani burra dhe gratë dalin 66 vjeç. Në Francë burra dhe gratë 64 vjeç. Në Itali Në Itali 67 vjeç e kështu me radhë, kështu që po, ndërsa për pjesën tjetër dakord. Po dakord, Vlodi, po bëne ta bën një farë llogariosë si çfarë të ardhën na shko Gjermani, e çfarë jetese bën Gjermani. Jo, me qëse u ndalet e mosha prandaj. Me shpiktar. Po ka nevojë ta bëjmë këtë. Po jo po si, mirëqenia në Gjermani është 100 fish më mirë, më rregull se në Shqipëri. Atje paguhet për shembull 1000 euro, 2500 euro paguhet një pensionist, këtu paguhet 100 euro. Po. Po dy atë pra këtu nuk është asnjë gjë e barabartë me asnjë shtet. As me Kosovën se 20 vjet Kosova, 120 vjet kena na, Shqipëria, edhe në Kosovë kur të mushin vitet e pensionit, 100 euro ja garantoi shteti. Kurse këtu thotë 70 vjeç, 80 vjeç, thotë 60 euro, 50 euro, sa mund t'japin Edi Rama me kompaninë e vet. Ose pa drejt, mund duke shumë pa drejt. Okej. Mindër, e vlerësoj shumë mendimin dhe shpresoj që e kemi thënë gjithmonë, këto që thonë ju bashkë me ato që ne i përcjellim përmes jush dhe ju shqetësimet përmes nesh, shpresojmë që të ndikojnë sadopak dhe në disa raste mendojmë që kanë ndikuar. E mbyllim? Ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët dhe u bë pjesë, takojmë gjatë ditës së lajmit dhe nesër në program. Ditë bukur. Ciao.